njeriu i cili lodhet më shumë e ka sevapin më të madh. Andaj nuk duhet me pritu me agjëru ata të cilët lodhen shumë, sepse lodh për hatër të Zotit. Dhe lodhe për hatër të Zotit shpërblehet shumë fish. Nëse flen gjatë ditës, a ka shpërblim për agjërimin apo agjërimi shpërblehet në bazë të sakrificës së agjërimit? Në parim, adhurimit i ibadetet shpërblehen sipas mundit. E që është shpreh dëgjuese sipas sakrificës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Aishës, inma ajruki ala qadri nasabiki. Sevapi shpërblimit është sipas mundit të lodhjes. Andaj, njeriu i cili lodhet më shumë e ka sevapin më të madh. Ose argument tjetër, tek leximi i Kuranit dikujt i vije shumë rënd. Leximi i Kuranit e dikujt vije shumë lehtë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se atina që vije shumë rënd leximi i Kuranit, ai ka shpërblim dy fish. E ka shpërblimin për lexim të Kuranit, si lexim të Kuranit, por e ka dhe shpërblimin për luftën e nefsit, për sabrin që e bën. Pra e shtyn vetveten me zër. Me lezu sepse i vije rënd, për çat rëndësinë që përjeton ai, ka sevapin te Allahu azza wa jall. Kështu që edhe tek adhurimet e tjera. Për shembull, një njeri priton me qenë sabah ka shumë vështirë. Jashtë zakonisht ka vështirë me zgjuar në mëngjes, po tjetri veç me prek pak çohet. Lehtë, do të falin sabahun, do të i paguni madhe Zot, nuk diskutohet. Por ky cili pe shtyn nefsin e vet me zar, me forcë më të madhe të tij, për mos gjuhë, me këndel dhe me marrëvdesë, me dalë në xhamie, kë shpresoj të Zotit ta ketë sevapin për pas sabahut, ka dhe sevapin e mundit përpjekjes të madhe që bën. E njëjta gjë edhe tek agjërimi. Ata të cilët punojnë tan ditën, ata të cilët flajnë pak apo nuk flajnë ditën hiç, s'kan kohë, shkak punëve të mëdha angazhimeve, lodhja tek ai është më shumë, inshallah sevapi është më shumë, më i madh. Por megjithatë, nëse flan njeriu gjatë ditës, ne nuk mund të themi se e ka humbur sevapin apo e ka humbur agjërimin. Sepse këtu janë mënyre relative, dikush ka kohë më shumë të lirë, andaj flan ka pak ditën, natën e shfrytëzon me ibadet, dikush tjetër është ton ditën i zanë, për natën flan. Tash shpresojmë te Zoti, shpresojmë te Allahu, që lodh të ketë shumë më shumë sevape. Andaj nuk duhet me pritu me agjëru ata të cilët lodhen shumë, sepse lodh për hatër të Zotit. Dhe lodhe për hatër të Zotit shpërblehet shumë fish.